Ndi, qa mendon për grohjen globale? Menoj që mi hi krejt senet me ndërtu ma të madhe si banesë. Shumë mirë. Ishte kënaqësi që ju pata në emision. Kjo ka qenë me foto i krejtë. S'ka emër më të mirë se emri Allah, pa këtë emër të bukur s'frimon kjo dynja. S'ka emër më të mirë se emri Allah, pa këtë emër të bukur s'frimon kjo dynja. Folëm për veprat e mira, a dini më të regu cili është mëkati më i madh? Për shembull, ai shkëntoj letë, ti në klosë e me loptë. Sa mendoj mëkati më i madh është me vjedh. Mëkati më i madh është me gëny. Me shajt ose edhe me marrë njëri me mbyt për pikë paje. Se Zoti i ka mallku ata njerëz në Kur'an që gënjin. Nëse e dëgjojmë shejtanin duke në mashtruar. Mos me respektuar për shembull në sobrentin edhe me akthi fjalën është vepër e keqe. Nuk do t'i ofendoj njerëzit, për shembull t'i themi ti që ke shumë i trashë, ti që ke shumë i hollë, shumë i keq, apo kështu. Mos po këside. Kërë vëllajë dhe mos më bu munafik. Mos më do shakon në emrin Allahut dhe me të pejgamberit. Mashallah, shumë mirë. Shirku. Shreku? Shirku. Shreku ai... Shirku. Qao shirku? Me bo shok si vlla kështot. Me adhëru vorët. Me bu shok Allahut. Pa, qysh manifestohet shirku që? Me mbyt njerëz. Për shembull, me besu dikën tjetër përveç Allahut. Për shembull, çka janë gjëra të ndaluara për ushqimeve? Pi ushqimeve është mishi i derrit, droga, alkoholi, pijet që janë me alkohol nuk duhet me pi hiç. Tash këto dhe pse janë mëkate, a mund marrë në një situatë që lejohet me i bosh të mëkate? Nuk mund të më ndodh, se qëto që i përmena nuk do të mi pi hiç. Për shembull, më ka njeri të deg në shkretin, s'ka çka me një pik ujë, a bën me pi, e ka gjetë një shishe me alkohol, me pi sa me pështu jetën e vetë? Zbana? Që? Anë s'ka vëllë, se dine po banë, se me shpëtu jetën është më më rëndësi se me bën një mëkat vogël, apo? Një mëkat, edhe pse është i madh, po pak me përdor. Apo nëse e ki për shembull përpara një shishe ujë dhe një shishe alkoholi me mor tash. Ja, banë ashtu. Tash nëse njerëzit bëjnë mëkate, a i falë Allahu mëkatet? Nëse lutet, nëse pendohet, se to Allah falë ma këtë gabim që ku bo Allah. Shembull une ka herë kur i dhunona me momin, në një ditë që do t'esha për shembull nuk më pëlqen, mu i thëmë pse mi ke vesh këto ta hinë dhe vetëm e përkujtoj momin. Ka herë thëma Allah falë ma këtë gjëna që i bona momin. Ju lut me thëmë Zot më falë. Ne kur bëjmë të një mëkat, Zote që t'na falë, ne duhet që luteme, t'i themi Zot falë, sepse kemi bërë pa qëllim të keq, dhe asnjëherë nuk do t'a bëjmë këtë vepër, dhe të vazhdojmë që t'i luteme sa më shumë deri sa t'na falë, Zote. Me pëndu me thënë stakfirullah dhe me vazhdu me bu veprat mira. Po nëse stakfirullah, se nëse kërkan shumë falje. Për shembull është një fletë, e bën një mëkat një pikë zezë. Deri aty.
tani pendosh, fshit ajo edhe bëhet e pastër sikur flet. Do të një kërku falje Allahut, do të me thënë stakfirullah. Do të puq veprat mira, mu ta falë Allaha. Sigurisht pra, mëkati më i madh është shirku, idhujtaria, që ta adhurojmë dikën tjetër përveç Allahut, t'i drejtohemi dikujt tjetër me lutje përveç Allahut. E pastaj veprat të shëmtuara dhe mëkate tjera janë të ndryshme, sigurisht vrasja, vjedhja, pirja e alkoolit, e kështu me radhë, gjëra të cilat janë të dëmshme për familjen, individin dhe shoqërinë. أذكر أثر اسم الزمان